A janë ëndrat mesazh apo thjesht manipulim i trurit që po na e bën ne dhe pastaj ne reflektojmë mbase o për të mirë o për të keqe. Sepse pastaj manifeston disi. Po, e manifeston. Fillojmë e përjetojmë nën e mendon atë vetije. njeriu për shembull. Dhe pastaj kjo kur trashë zullumin ndonjëherë pastaj bëhet e frikshme, sepse ka njerëz dhe kështu mbase mund të ketë lindur edhe insomnia. E vërtet. Sëmundje, sepse njerëzit fillojnë të besojnë atë, jo unë kam frikë, fillon ankthi, jo nuk dua të bi të flej, ose flen me një shqetësim shumë të madh, sepse do ta shikoj prap dhe momenti që e para përgatit veten për të shikuar, sigurisht që truri është i çuditshëm që të dërgon dimensione tjera dhe me siguri nuk e sheh ëndrrën e njëjtë, por disa tjera. Kam dëgjuar që kam patur njerëz që e shikojnë ëndrrën e njëjtë gjithkohës. Është e vërtet. E kam dëgjuar, po. E kam dëgjuar, s'm ka ndodhur asnjëherë. Thjesht më ka ndodhur si fëmijë mbaj mend që fluturoja. Dhe kjo është ajo e bukura që më pëlqente zakonisht shumë. Mbi ajrin e ndotur të Shkupit kam fluturuar disa herë. Kemi mesazhe të shumta që po na vijnë. Mirë po. Është shumë e bukur thotë. Mirëmëngjesi, ëndra është vetëm ëndër. Me zgjat më gjatë, plasë njeriu. Është shumë e bukur. Faleminderit shumë. Mirëmëngjesi, ju përshëndesim fort. Ne sot bashkërisht do të diskutojmë në lidhje me ëndrat. Ëndrat. A janë ndonjë mesazh që po na i dërgon dikush? Tash varësisht apo normalisht janë manipulimi i trurit? Normalisht dhe varësisht nga spiritualiteti i të gjithë shikuesve që po na ndjekin, po ka edhe shumë persona që hyjnë dhe e shikojnë se çfarë do të thotë ëndra. Tani? Jo, ndodh për shembull e ka parë vetën ëndër. Unë e di një gjë, domethënë tash këto janë gojë dhëna. Se ka një deshifrim të ëndrave të thuash. Si janë ato vallë? Po si ska dritro. Domethënë një gjë që e mbaj mend. Deshifrimin e di me filxhan të kafes. Ato simbole që janë. Mendoj, i di. Kam dëgjuar që ka qenë shumë ka qenë trendi dikur. Se nuk është edhe në fakt gojë dhënë, po këto janë sikur, nuk e di, histori të lashta, po e besotni të ndryshme, që nuk ju besoj mirë, po një gjë që nuk e harroj, thonë, nëse shikon veten me flokë të shkurtra në ëndër, domethënë të janë shkurtuar flokët? Jo. E ka ndruar stilistin, do të thotë. Jo. E ka ndruar berberin. Mua më ka ndodhur që kam pa veten së pari me flokë shumë të gjata. Domethënë ke shumë halle, ke shumë gajle. Flokë të gjata janë probleme, po. Kur e shef veten pastaj me flokë të shkurta, bereqet. Jo, tu kanë hequr gajlet, janë shkurtuar. E kam pa veten. Një natë me flokë të gjata, një natë me flokë të shkurta. Vetëm me flokë të gjata, që do thotë me shtuar halle. E pas ke ndritron punët keq fare.